بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين. Falënderimi të qoftë ty o Allah, që në librin tënd të ndershëm ke thënë, çdo person do ta shijoj vdekjen, e pastaj tek ne keni për të kthyer. Bekimi dhe shpëtimi qoftë mbi shokët dhe vetë familjen e Muhammed Mustafas, të cilëve kur u ndodhte ndonjë ktill thonin, ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. O Zoti ynë, mëshirona me Kur'anin e madhnueshëm dhe na bën atë pris, dritë, udhërrëfyz dhe mëshirë. O më i mëshirshëm i mëshirues. O Zoti ynë, se vapin e fituar të kësaj që kënduam nga Kur'ani fisnik, dërgoja dhurat shpirtit të profet Muhammed Mustafas, shësimtareve, besimtareve, të gjallë e të vdekun, e posaçërisht shpirtit të këtij varr, ja Rabbel Alamin. O Zot, bërja varrin e ti një kopsht prej kopshteve të xhennetit, e mos e bën atë humner pi gropave të xhenemit, ja Rabbel Alamin. O Zot, përforcoje këtë ndjerë me fjalën e vërtet në jetën e gjithëmanshme, si që përforcove në këtë jetë dhe bëre prej atyreve për cilët nuk do të ketë frikë, as nuk do të dëshpërohen. O Zot, bërja shpirtin e ti të gëzuar, mëkatet e tia të falura, veprat e tia të pranuara, jepja librin e dorën e djathtë, lehtoja llogarin dhe furnizoje me begatit e xhennetit nga mëshira jote, o më i mëshirshëm i mëshirues. O Zot ynë, ne kemi ndëgjuar thirrsin duke ftuar, besani Zotin e juaj dhe ne të besuam. O Allah, na i fal mëkatet tona, na i shlyn të metat tona, dhe na i merr shpirtin me iman dhe me njerëz të mirë. Ja Arhamar Rahimin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.